Albin Kurti? Ti e di që unë s'kam folë me Albinin një 20 vjetë. E di. E sidomos, po unë Albin Kurti me unë mikun. Mirë, s'do më thonë gjaje, po unë, s'do më thonë gjaje. S'keni folë për rrethana tjera, ka të bëjë me kohën e Rugovës, edhe te Çem Kreziu. Albini ka qenë antirugovist i flakt. Po, por pastaj çfarë prezanton sot Albin Kurti për? Dgjoj, Albin Kurti sot për brezin aktual është sikur që ka qenë presidenti Rugova për brezin e asaj kohe. Sa po the ka qenë rugovist anti-rugovist i flakt? Po, s'pebaj, po... Fakt sot perceptohet si një lloj Dgjoj tash. paktën për ka populariteti si Rugova. Po, absolutisht. Njerëzit evolojnë. Edhe në intervistën që thot nuk mundi ju tash me prit për meje si kryeministër, unë me mendu sikur ku kam qenë opozitë, ose kur kam qenë opozitë me mendu sikur ku kam qenë aktivist, kur e keni themelu bashkat organizatën aso kohë, ose edhe më herët. Njeriu evolon. Tash, Albini ka evolu politikisht, ka evolu edhe në aspektin njerëzor, në shumë gjana. Kokëforcia i ka ngele njëjtë. E maj men, po i njëjti kokëfor, sigur ka qenë student. Në atë pikë s'ka ndryshu fare. Por, a i ka rritë që të krijoj kapital politik pi mlefit që është akumulu të njerëzit. Ky mlefi e akumulum është pasoj e percepcionit të njerëzit që për ju mohohet drejtësia. Tash drejtësia njerë fillimisht ju ka mendu që për ju mohohet për komandantave, për disa komandantave. Tash na po flasim me terma absolut, që unë nuk pajtohem me atë nocion, sepse nëse jemi të folë për njerëz me pak njerëz, nuk jemi të folë për gjithë. Duhet ta qartësojmë këtë. Por në fillim njerëzit e patën që komandantat jau mohon drejtësi. Sakt. Pastaj filloi që sistemi po ja mohon. Andaj unë miku, që fakt e ngjizi Albini. Po. Por ajo ishte e shkurt, plako. Sepse njerëzit kanë mujtë me pranu si një gjë që është e huja, po mas 2008-ës... 2005, 2007, dhe në 2008. 2020, Albin Kurti dhe vetëvendosja ka pas përkraje të menagjushme, politikisht. Përkraja e madhe që është e pa menagjushme për parti tjera ndodhë pas 2020-ës. 2018 e tutje, po. Po, tash në periudhën 10 vjeçarin pas pavarësisë, dekadën e parë, tash të njerëzit ju kriju përshtypja që drejtësinë po ja mohon sistemi. Për më fut punë, do të më koni një partije. Për më marrë diçka, ky ka kriju kapital politik pe këtij mlefi. Pe këtij mlefi